Në emër të luftës kundër korrupsionit, përmes vjetërsimit të lëndëve, prokurorët dhe gjykatësit amnistojnë zyrtarët e akuzuar për korrupsion. Kërkesat e vendorëve dhe ndërkombëtarëve që të luftohet korrupsioni kanë krijuar praktika të mbrapshta të kësaj lufte nga sistemi i drejtësisë. Hetimet jo profesionale, spektaklet e arrestimeve, ngritja e aktakuzave të dobta dhe në fund vjetërsimi i lëndëve janë disa prej problemeve që shoqërojnë sistemin e drejtësisë në trajtimin e rasteve të korrupsionit. Fenomeni i vjetërsimit të lëndëve të korrupsionit vihet re, sidomos në rastet e profilit të lartë. Në këto raste, zyrtarët e akuzuar për korrupsion amnistohen përjetësisht për veprat korruptive që akuzohen, ndërsa më e rëndësishmja është se ata mbesin pa u ballafaquar, me gjykim të drejtë dhe në kohë të arsyeshme. Afatet e vjetërsimit të lëndëve apo parashkrimit të ndjekjes penale përcaktohen në kodin penal. Në parim, parashkrimi fillon nga momenti i kryerjes së veprës penale. Sipas kodit penal, ekzistojnë parashkrimi relativ dhe absolut. Derisa parashkrimi relativ nënkupton humbjen e të drejtës së shtetit për të ndjekur një person për shkak të mosveprimit të institucioneve, prokurorët dhe hetuesia kanë një periudhë të caktuar kohore me ligj, brenda së cilës duhet të veprojnë për ta ndalur parashkrimin relativ, në të kundërtën e humbin të drejtën për të vazhduar me ndjekje, ndërsa afati i parashkrimit absolut zakonisht arrihet kur kalon 2 fishi i kohës së parashkrimit relativ. Cilat raste të korrupsionit të profilit të lartë janë vjetërsuar? Shukri Buja, ish kryetari i komunës së Lipjanit, ishte i vetmi politikan i profilit të lartë, i cili ishte dënuar me burgim efektiv prej 3 vitesh për korrupsion. Për shkak të ping-pongut të drejtësisë, ky rast është parashkruar. Si ishte vepruar në rastin e Shukri Bujës? Prokuroria speciale me 13 shkurt 2017 kishte ngritur akt akuz ndaj Shukri Bujës. Gjykata themelore në Prishtinë për herë të parë me 5 nëntor 2018 e kishte dënuar me 3 vjet burgim efektiv. Gjykata e apelit me 12 qershor 2019 e kishte prishur këtë dënim duke e kthyer lëndën në rigjykim. Pas rigjykimit me 18 shtator 2020, Shukri Buja sërish është dënuar me burgim efektiv, por këtë herë me 2 vjet. Pas ankesës, gjykata e apelit me 20 janar 2021 ja ka lënë vetëm 1 vjet burgim efektiv për korrupsion. Buja ishte ankuar sërish në gjykatën supreme, ndërkohë rasti edhe pse ishte i ekzekutueshëm, Shukri Buja nuk gjindej nga policia. Derisa kërkohej, gjykata supreme ka njoftuar se me 7 mars 2021 është parashkruar dhe rrjedhimisht Shukri Buja tashmë është amnestuar përgjithmonë nga këto akuza për korrupsion. Ilir Tolaj, ish sekretar i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë, ishte akuzuar për korrupsion pasi sipas prokurorisë kishte drejtuar një fushat për të dëmtuar kompaninë Iona Med për shkak të ping-pongut të drejtësisë. Ky rast është parashkruar. Si ishte vepruar në rastin e Ilir Tolajt? Prokuroria me 16 korrekt 2012 kishte ngritur akt akuz ndaj Ilir Tolajt. Gjykata themelore në Prishtinë për herë të parë me 19 korrekt 2013 e kishte dënuar me 1 vit e gjysmë burgim efektiv, 1000 euro gjobë dhe i ishte ndaluar ushtrimi i funksioneve në administrat apo shërbim civil për 3 vite. Pasi lënda kishte shkuar në gjykatën e apelit, kësaj gjykate i ishin dashur mbi 3 vite, derisa kishte vendosur që këtë rast ta kthente në rigjykim. Po ashtu, disa prej pikave të akt akuzës që i kishte vërtetuar gjykata e apelit, i kishte kthyer në rigjykim në shkallë të parë edhe gjykata supreme. Pas kthimit në rigjykim, gjykata themelore në Prishtinë me 25 nëntor 2019 e kishte shpallur të pafajshëm Tolajn. Mirë po, gjykata e apelit me 21 janar 2021 për 2 pika të akt akuzës, rastin ndaj Tolajt e kishte kthyer përsëri në rigjykim. Procesi i dytë i rigjykimit ka filluar ndaj Tolajt me 25 tetor 2021, mirë po me 12 janar 2022, lënda është parashkruar në tërësi, duke përfunduar pa një vendim gjyqësor meritor. Naser Osmani ishte deputet i LDK-s së bashku me 5 zyrtar të tjerë të AKP-s, akuzoheshin për korrupsion për rastin e njohur Fan, ku dëmi vlerësohej mbi 5 milion euro. Për shkak të ping-pongut të drejtësisë, ky rast është parashkruar. Si ishte vepruar në rastin Fan? Prokuroria me 23 dhjetor 2015 kishte ngritur akt akuzën e njohur si Fan. Gjykata themelore në Prishtinë, pas 3 vitesh me 8 shkurt 2019,
kishte shpallur akt gjykim lirues për Osmanin dhe 5 zyrtarët e AKP-s, ndërsa kishte dënuar me 1 vit burgim biznesmenin Agim Deshishku. Pas ankesave në gjykatën e apelit me 2 mars 2020, lënda është kthyer në rigjykim. Prej kthimit në rigjykim ka pasur sfarritje dhe lënda është parashkruar në tërësi me 20 janar 2022, duke përfunduar pa një gjykim meritor. Këto janë vetëm disa prej rasteve të aktakuzave të korrupsionit për të cilat sistemi i drejtësisë ka dështuar të nxjerrë gjykime përfundimtare në mënyrë meritore. Fat të tillë të vjetërsimit të lëndëve të mëdha të korrupsionit mund të kenë gjatë këtij viti dhe vitit të ardhshëm edhe këto raste. Rasti i ish drejtorit të gjeodezisë dhe kadastrit në Prishtinë. Rasti Kosinvest. Rasti i ish drejtorit të inspeksionit në Prizren. Rasti Hidrocentralet. Rasti i inspektorëve të Parkut Nacional Sharr. Rasti i zyrtarëve të Agjencisë së Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale. Trajtimi i rasteve të korrupsionit nga sistemi i drejtësisë në Kosovë monitorohet sistematikisht nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Ulëmtuesit e këtij instituti thonë se sistemi i drejtësisë edhe qëllimisht ka ndërtuar praktika për të amnestuar zyrtarët e korruptuar përmes vjetërsimit të lëndëve. Si arsye objektive se pse parashkruhen këto lëndë, ulëmtuesit e këtij instituti theksojnë numrin e madh të lëndëve në gjykata, si dhe pengesat procedurale që paraqiten gjatë gjykimit. Por sipas tyre ka shumë arsye të tjera subjektive që ndikojnë në vjetërsimin e lëndëve. Në anën tjetër janë edhe plot të arsye subjektive që konsistojnë në sjelljen e gjyqtarëve e që ndikojnë në parashkrimin e lëndëve. Përballë faktit që gjyqësori është i mbigarkuar me lëndë, e cila normalisht rrethon edhe krijon vonesa procedurale, rastet e korrupsionit realisht janë përcaktuar prej sistemit gjyqësor si raste që duhen mu trajtuar me prioritet. Edhe përkundër kësaj, gjyqtarët nuk arrin që këto lëndë të trajtojnë brenda afateve që janë përcaktuar me ligj. Gjetjet e IKD-s dëshmojnë se përkundër faktit se kodi i procedurës penale e ka paraqë që pas ngritjes së aktakuzës, gjyqtari duhet mi caktuar shqyrtimin fillestar brenda 30 ditëve, megjithatë mesatarja e caktimit shqyrtimit fillestar në rastet e korrupsionit është 276 ditë. Gjithashtu, IKD kemi gjetë se në një rast korrupsionit kaloi 1276 ditë nga ngritja e aktakuzës deri në momentin kur aktgjykimi merr formën e prerë. Një ndër arsyet kryesore pse parashkruhen rastet e korrupsionit është edhe dukuria e kthimit të shpesh të rasteve në rigjykim. Për gjykatësin e gjykatës themelore në Prishtinë, Ngallnim Arni, parashkrimi i lëndës ndikon që të mos dihet e vërteta nëse një krim ka ndodhur ose jo. Sipas tij, njëra prej arsyeve kryesore pse ndodh parashkrimi është mbi ngarkesa e sistemit të drejtësisë me lëndë. Po realisht domet mund të jenë faktin sepse drejtësia nuk jep verdiktin e saj në kuptimin meritor, por rasti përfundohet në kuptimin procedural, pra nuk vihet përfundimisht deri te vërteta nëse është kryer ose jo ajo vepër penale. Megjithatë, vlen ndoshta mu theksu që për te disa probleme procedurale që neve veç sa i theksumë, një diçka problematike, mbi gjitha duhet gjithmonë me ritheksu edhe mbi ngarkesa me lëndë që është në gjykatën themelore në Prishtinë për kurreshtin e juaj. Ndoshta mund t'ju tregoj që unë si gjyqtar në departamentin e përgjithshëm, divizionin penale, kam dikon parafërsisht 1100 deri 1200 lëndë në zyrë. Dhe kjo mandena edhe prolongon ndoshta edhe efikasitetin e procedurës në çdo rast konkret. Bartësit e funksioneve gjyqësore prokuroriale, përgjegjësinë për dështimet në rastet e korrupsionit, ja hedhin njëra tjetrës. Me rastin e ngritjes së aktakuzës, prokurorët thonë se e kryen obligimin e tyre, por kur atyre ju parashkruan rastet, duhet të mbahen përgjegjës. Instituti i parashkrimit është institut që ndëshkon institucionet. Tash kemi parashkrimet dy, kemi parashkrimin e ndjekjes dhe parashkrimin e ekzekutimit dënimit. Sa i përket parashkrimit ndjekjes varet se kur është, për shembull,
identifiku kryera një vepër penale. Nëse ajo vepër penale është identifikuar me kohë, ose është proceduar në prokurori dhe është parashkruar, natyrisht se duhet të ketë sanksione ndaj prokurorëve që mund t'ju parashkruhen në rastet, posaçërisht të korrupsionit. Ndër faktorët kryesor që çon drejt parashkrimit lëndët e korrupsionit, sipas kryetarës së gjykatës themelore në Prishtinë, janë vonesat e prokurorëve në ngritjen e aktakuzave dhe mos prezenca e palëve në seanca. Shkruhet në fakt muj më thonë që për shkak numrit më të landëve në punë, gjykatën tonë ka dhe një numër të më të landëve që po parashkruhen dhe po rrezikojnë të parashkruhen. Lëndë që parashkruhen mas shumë të jenë në departamentin e përgjithshëm, po edhe në vizionin e kundërvajtjes. Fatkeqësisht, do thotë edhe në vitin 2021 nuk kanë qenë shumë evidente, po ka pas edhe lëndë të korrupsionit të cilat janë parashkruar, e ka lëndë edhe të cilat rrezikojnë qysh në fillim të këtij viti, që konsiderohen lëndë bukur të mëdha që i nështrojnë rrezikut të parashkrimit absolut. Dhe nëse merret një arsye pse do thotë për shkak është fakti që këto lëndë po parashkruhen, më i thonë se nuk mund t'ja adresojmë këtë fajt do thotë gjyqtarëve të cilët i kanë tash në punë, për shkak se janë lëndë që janë trashëguar nga EULEX-i, janë lëndë të vjetra, janë lëndë të ktyra në rigjykim. Kryesisht i kanë në punë gjyqtarë të cilët kanë shkuar tash në departamentin e krimeve të rëna dhe mundësia me procedu me ato lëndë shumë shpejt është goxha problem. Gjithashtu pengesë shumë të madhe, do thotë edhe drejt shtyrjes këtyre lëndëve, drejt parashkrimit, po e ndikojnë edhe vetë palë në procedurë, për shkak se pe din që lënda është nga parashkrimit dhe nuk po mund t'i mbledhin gjitha palët dhe po shtyhen seancat. Fakt tjetër që do thotë mjafton mu përmend të lëndë që s'ka rrezikohen parashkrimit, sidomos lëndë të mëdha të korrupsionit, është për shkak se edhe prokuroria ngrit akuzat me vonesë. Zakonisht do thotë mohon një kohë gjatë këto në prokurori dhe kur po vijnë këto veç po vjen se po kalon gjysa e afatit, pastaj procedura tjera këtu, pi dërgon këto lëndë drejt parashkrimit. Për gjykatësin e Departamentit Special të Gjykatës së Apelit Kreshnik Radoniqi, ngarkesa e madhe me lëndë e sistemit gjyqësor ndikon në parashkrimin e rasteve. Problematika më e madhe që unë e kam vrejt gjatë këtyre viteve që jam në sistemin gjyqësor, sidomos nga pas ndryshimeve ligjore që kam ndodhur në 2013, ka qenë gjykata themelore në Prishtinë. Pa dasht me fajsu askënd në gjykatën themelore në Prishtinë, dua ta potencoj një fakt. Keni parasysh ngarkesën e madhe të Departamentit Krimeve të Rënda në gjykatën themelore në Prishtinë. Nga 2013 deri me tani ka pas lëvizje dhe ndryshim të numrit të gjyqtarëve në Departamentin e Krimeve të Rënda, por që ngarkesa e madhe dhe 3 gjyqtarë të angazhuar për një lëndë i binte që një gjyqtar të jetë të punoj në lëndën e tij vetëm ose në lëndët e tij vetëm 7 ditë gjatë krejt muajit. Për shkak të angazhimeve ti si antar i trupit gjykues tek gjyqtarët tjerë. Tash efikasiteti i kësaj është shumë i ulët. Vonesa tek caktimi i këtyre lëndëve ndodhen për shkak të arsyeve të ndryshme. Nuk dua të them që edhe një pjesë të fajit nuk e ka dhe gjyqtari apo gjykata e cilat e kanë atë lëndë, për shkak se të njëjtit mund të gjeni një kohë për me mbajt të thotë me caktu lëndën. Por po du më kthy në pjesën ku thash se një gjyqtar në gjykatën themelore në Prishtinë i ka vetëm 7 ditë. 7 ditë pune të tija për me caktu lëndë ti. Në anë tjetër, ne jemi duke punu, Këshilli Gjyqësor është duke punu për krijimin e kushteve, por në anë tjetër nuk kemi buxhet mjaftueshëm. Arsyet që mund të ndikojnë në parashkrimin e rasteve lidhen me mënyrën e procedimit të rasteve, ku sipas gjykatësve në shkallë të parë paraqiten sfida praktike.
Qartë, kjo është ndoshta edhe specifikat kryesore që ndoshta është mirë me i ditë dhe publiku edhe me problemet që na hasim në praktikë për të realizuar një procedurë penale. Sidomos në rajonin e Prishtinës, ndoshta edhe të marrë parasysh lëvizjet e mëdha qytetare, po edhe ndryshimin të adresave qytetarëve, me theks veçantë kemi probleme me gjetjet e adresave tyne. Pra, mund të fillojnë ndoshta me hallë zinxhirore problemi, qoftë me adresat në policinë, prokurori dhe deri të vitit në gjykatë, mirë po jo domosdoshmërisht sepse të njëjtat shumë qytetarë dhe ndryshojnë adresa dhe mandej ne po kemi pa mundësi për me i siguru prezencën e tyre në procedurë. Një ndër shkaktarët kryesor të parashkrimit njihet kthimi i rasteve në rigjykim. Në këtë drejtim, gjykata e apelit mban një përgjegjësi të madhe për kthimin e shpeshtë të rasteve në rigjykim. Për këtë problematik, gjykatësi Radoniqi thotë se vendimet e apelit jo çdo herë kanë pasur arsye për të kthyer në rigjykim. Unë e shoh problematike rigjykimet e shpeshta që ndodhin në këto raste, e që rrjedhimisht rezultojnë me parashtrim. Prap nga këndvështrimi im, në tek rastet e rigjykimeve, jo çdo herë, edhe pse kanë qenë të arsyetuara, por jo çdo herë kanë qenë të arsyetuara në raport me arsyet për rigjykim, për kthim. Do thotë, gjykata e apelit ka autorizim edhe për ndryshim të aktgjykimeve. Ka mundësi edhe të hapjes së shqyrtimit për nëse do me marrë ndonjë provë të re me qëllim të ndryshimit dhe mos të kthehet një lëndë në rigjykim. Por ka edhe rrethana që është e domosdoshme kthimi në rigjykim. Dhe kjo domosdoshmërisht i jep kohë, do thotë parashkrimit, do thotë periudhës deri në parashkrim. Gjykatësi Radoniqi thotë se njëra ndër arsyet se pse lëndët kthehen në rigjykim e më pas parashkruhen është edhe mosndryshimi i mendësisë në raport me trajtimin e rasteve të korrupsionit. Pse pikërisht për këto lëndë, unë e kam një ndoshta mendim pak më alternativ, cili nuk do t'i pëlqej shumë gjyqtarëve, por si shtet i ri, si edhe pse kanë kaluar 20 vjet, asgjë nuk ka ndryshuar në aspekt të procedimit të çështjeve. Ka ndryshuar ligjet, por aspekti i procedimit të një lënde nuk ka ndryshuar aq, edhe mendësia nuk ka ndryshuar aq shumë. Ne para luftës në sistemin jugosllav nuk kemi pas shumë lëndë të shpërdorimit të tyre zyrtare. Them hiq. Pas luftës, kjo ka nisë me evolu, si më thënë, dhe kemi bo shumë lëndë të korrupsionit, por për të cilat kemi pak trajnime dhe pak informacione se si duke fillu nga hetimet, ngritja akuzës, përpilimi akuzës, trajtimi në shqyrtim gjyqësor, ne kemi dispozita në kodin e procedurës penale të cilat tregojnë se çka të përmban një akuzë dhe si përshkruhet një veprim. Unë shoh akt akuza dhe akt gjykime, të cilat janë të përpiluara, si me thonë, në parim të njëjtë sikur për një vrasje. Korrupsioni nuk spjegohet si një vrasje. Gjendja faktike me një rast të korrupsionit nuk mundet më qenë aq figurative siç bëhet në veprat e penale të vrasjeve, apo lëndimeve, apo se pi marr për shembull si vetëm vrasjen. Për këtë arsye, unë konsideroj që ndoshta ende si gjyqësor në përgjithësi, jo mos të ndaju në prokurorinë, policinë dhe gjykata, si gjyqësor në përgjithësi ende nuk e kemi arrit një stad të zhvillimit të mendësisë apo të
profesionalizmit të trajtimit të çështjes. Tek rastet e korrupsionit, gjykatësi Radoniqi thotë se problematike mbetet mosvërtetimi i dashjes dhe mungesa e ekspertizave, të cilat vërtetojnë dëmin e shkaktuar nga vepra penale. Nëse bëhet fjalë për nëse i gjithë rastit i mungon një ekspertizë për shembull, a ka mundësi ligjore gjykata e apelit e marr këtë provë, këtë ekspertizë dhe me vendosë në mënyrë meritore duke ndryshuar gjykimin ose diçka të kësaj natyre? Po. Gjykata e apelit në rast se shet që është vetëm një ekspertizë e cila mungon, atëherë ka atë autorizim. Mundet me hap shqyrtimin, me urdhnu ekspertin, me kry një ekspertizë, me marrë. Ka ndodhur, kemi pas raste kur ka ndodhur në gjykatën e apelit. A ndodh shpesh kjo në gjykatën e apelit? Jo. Çfarë arsye? Nuk ta them. Përballë kthimit në rigjykim, Radoniqi thotë se gjykata e apelit ka mundësi t'i vendosë në mënyrë meritore shumicën e rasteve. Gjykata e apelit kishte mundësi me ndryshu shumicën e rasteve, edhe jo vetëm korrupsion, po të gjitha lëndë. Gjykata e apelit e ka mundësinë e ndryshimit, përveç nëse kemi ndonjë shkelje esenciale e cila nuk e lejon ma tutje me vazhdu landa. Edhe domosdoshmërisht duhet të kthehet në rigjykim. Pra në këtë autorizim e ka. Unë nuk do ta quaja fajtor kryesor për rigjykim. Unë do ta quaja që gjykata e apelit nuk e merr shumë mundin për me trajtu një rast me ndryshu nëse është e nevojshme. Por, edhe në rastet kur e marrim mundin dhe ndryshojmë, ka raste kur Supremja e prish, edhe në ato raste. Kjo është një lloj the checks and balances mes shkallshmërisë në gjyqësor. Për gjykatësin e gjykatës supreme Agim Maliqi, ata gjykatës që rastet ju kthehen disa herë në rigjykim, duhet të merren në llogari nga mekanizmat e brendshëm të kontrollit të sistemit gjyqësor. Duhet këto kemi parasysh se nëse një aktgjykim ka shkelje esenciale dispozitat procedurës penale, dhe ato shkelje në natyrës absolute, siç për shembull mund të jetë që trupi gjykues nuk ka qenë përbërje të mirë, apo brenda gjendjes gjyqësore ka një provë të papranueshme, apo nuk është arsyetuar mirë vendimi gjyqësor, atëherë nuk ka vendim tjetër pos anulimit të asoj çështje dhe kthimit në rivendosje. Por një aspekt tjetër që po mungon, dhe unë besoj që shumë shpejt Këshilli Gjyqësor do t'i trajtojë edhe këtë aspekt, është fakti se nëse një gjyqtari për një kohë të gjatë disa lëndje anulohen, pastaj duhet të jetë ai gjyqtar në fokus të komisioneve disiplinore apo të komisioneve të performancës. Me qëllim që të shikohet performanca e tij, pse ai gjyqtar nuk po i arsyeton në mënyrë bindse aktgjykimet e tij dhe nuk po i kalon në shkallën e dytë ai aktgjykimi i tij. Do thotë këtu është pak a shumë një aspekt shumë puro profesional të them, dhe realisht secili person nuk mund edhe të jep një përgjigje të saktë ose ta definojë atë. Mirë, po kjo zgjidhja sipas mendimit tim do të ishte që të evidentohet ai gjyqtar të cilit i anulohen një numër i madh i lëndëve nga gjykata e shkallës 2, apo gjykata e shkallës 3 i anulon gjykatës të apelit, atë të rishikohet edhe profesionalizmi i tij, në kuptimin e performancës së tij apo edhe shkeljes disiplinore që bën. Me që realisht kur ka shkelje absolute dispozitave esenciale të procedurës penale, atëherë nuk është e mundur që të riparohet aktgjykimi, sidomos në gjykatën supreme. Apeli e ka një mundësi që ta riparojë dhe ta hapë edhe një herë shqyrtimin gjyqësor, por gjykata supreme nuk e ka atë mundësi. Sipas Maliqit, gjykata e apelit duhet ta shqyrtojë mundësinë e hapjes së shqyrtimit në mënyrë që vetë ta zgjidhë lëndën dhe mos ta kthejë në rigjykim. Ne duhet të shikojmë këtë dimension dhe realisht ku ka mundësi gjykata e apelit që vetë të bëjë hapjen e gjykimit në shkallën e dytë dhe pastaj të merr edhe fakte dhe prova të reja nëse është e nevojshme, me qëllim që ta përfundoj çështjen dhe një çështje të mos luhet në atë stilin e ping-pongut, të kalohet prej gjykatës shkallës parë gjykatën e shkallës dytë, me qëllim kjo mund të jetë arsye për parashkrimin e një çështje penale. Por këtu duhet të jemi të kujdesshëm që secilin
rast të trajtojmë dhe të analizojmë veçanërisht. Nuk mundet anë blok të shkojmë dhe të themi se gjithherë do të thotë është problem kthimi i lëndëve. Kthimi i lëndëve nganjëherë është i domosdoshëm. Për parashkrimin e rasteve gjyqësore, Maliqi thotë se gjykata nuk është fajtori vetëm. Ne duhet të jemi koshient dhe të tregojmë edhe aspektin se nuk është gjithmonë faji i gjykatës me rastin e parashkrimit. Ndoshta gjykata e pagun atë faturën e fundit ta quajmë, mirë po realisht edhe aktorët tjerë duhet të jenë përgjegjës. Prokurori i shtetit duhet të jetë përgjegjës kur e merr një ftesë që të paraqitet në seancë, ne e dimë. Avokatët mbrojtës, ndoshta është interesi i tyre shtyrja e gjykimeve. Mirë po megjithatë do të thotë edhe ata duhet të jenë përgjegjshëm, ose gjykatat të ndërmarrin masa në rastet kur ata nuk janë përgjegjshëm. Sidoqoftë në këto raste, sipas hulumtueses Rezniqi, përgjegjësia bie mbi gjykatën, e cila duhet të menaxhojë shqyrtimin gjyqësor, dhe në rastet kur palët nuk përgjigjen, duhet merren masa adekuate ndaj tyre. Në proces monitorimit kemi pa shumë raste në cilat palët e kanë shpërfill gjykatën, thjesht duke mos ju përgjigj ftesave apo duke lujt lojra në farforme të injoru gjykatën veç me zvarrit rastet për me arrit afatin e parashkrimit. Dhe një situatë e tillë është me të vërtetë e papranueshme, sidomos në një rast ku vazhdimisht për shembull kemi një akuzuar ose një avokat caktuar që qëllimisht mungojnë në seanca edhe thjesht mungesat e tyre nuk i arsyetojnë fare. Pra në këto raste kemi pa rrallë që gjyqtarët kanë shqiptu masa adekuate, qoftë për me urdhëru sjelljen e tyre me dhunë apo për me dënu avokat që nuk i arsyetojnë mungesat e tyre, e që në fund po kushtojnë shumë, për shkak se po vjetërsohen lëndët e korrupsionit, e në fundit për kundër gjitha politikave shtetërore që domethënë parashihet se një lëndë duhet mu trajtu me prioritet, këto prapë po dështojnë. Gjykatësi Maliqi kritikon edhe politikën dëshkimore të disa gjykatësve. Ne, si Gjykatë Supreme, jo e dini, që kem në vitin 2018, kem zjerë udhëzuesin për politikën dëshkimore, kem zjerë edhe një varg udhëzuesish tjerë, për më tepër, në fund vitit kalum, e kem zjerë edhe udhëzuesin e veçantë për vepra penale të korrupsionit. Dhe kjo me një farforme po dojmë me kriju një ta quajmë ashtu një brum të mirë, me qëllim që gjyqtarët ta kanë një vegël udhëzuesin për politikën dëshkimore për shqiptimin e dënimeve. Është vërtet e pashpjegueshme disa gabime që bëhen gjatë matjes së dënimeve. Në rastin e përcaktimit të llojit dhe lartësisë së dënimit, ne kemi gabime që dikun vitet e 70 apo 80 kanë qenë do të thotë aktuale këto gabime dhe me një farforme ka pas kritika pse po bën ato gabime. Tash merrem me mend vitin 2022 na përsëritën ato gabime, që është një diçka që gjyqësori duhet me një farforme ta tekaloj këtë krizë ashtu ta quajmë, të vlerësimit të rrethonave lehtësuese dhe rënduese. Kjo kisha thënë se është në përgjithësi, do të thotë si mangësi, por veçanërisht edhe tek rastet e korrupsionit na peshomi që realisht kem pak vendime me burgim, por realisht do të thotë kjo duhet të rishikohet në shumë aspekte. Unë po them ndoshta ndonjë person i profilit lartë, nëse nuk ka prova, një gjyqtar më mirë është që ta lirojë nga akuzat person, se sa të improvizojnë një dënim me kusht i cili po shihet se nuk akceptohet, as nga publiku, as nga gjyqësori. Po këtu është ai problemi që realisht kur vërtetohet vepra penale e korrupsionit, atëherë ne duhet të jemi të qartë se nuk kemi alternativa të shumta. Apo na dalin të paguximshëm gjyqtarët të raste? Po, s'kisha thënë që është paguximi tyre, por megjithatë do të thotë duhet të instalohet një politikë tjetër ndëshkimore. E çka është nëse Kjo është me një farforme që gjyqtarët duhet pak a shumë ta përmirësojnë atë imazhin e gjyqësorit në tërësi, por realisht nuk duhet të hezitojnë të shqiptojnë dënime edhe me burgim në rastet kur vërtetohen elementet e veprës penale ose kur vërtetohet se qëllimi i dënimit është ose mund të arrihet vetëm me dënimin me burgim. Tek një person i profilit lartë ose me një person i cili ka abuzuar me detyrë zyrtare me disa mijëra euro. Në prill të vitit 2019 ka hyrë në fuqi Kodi i ri penal. Me hyrjen në fuqi të tij janë rritur afatet e parashkrimit të gjitha veprave penale. Po ashtu me këtë kod
janë ashpërsuar edhe dënimet për veprat penale të korrupsionit. Në raport me parashkrimin e veprave penale të korrupsionit, kjo zgjidhje ligjore ka ndikuar në rritjen e konsiderueshme të afatit të parashkrimit për këto vepra. Shembull, vepra penale e keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar, që njihet si vepra bazë e korrupsionit, sipas kodit penal paraprak, për arritjen e afatit të parashkrimit relativ kanë qenë 5 vite, derisa parashkrimi absolut 10 vite. Me kodin penal në fuqi, afati i parashkrimit relativ për këtë vepër penale është rritur në 15 vite, ndërsa parashkrimi absolut në 30 vite. Sipas kësaj zgjidhje ligjore, nëse një qytetar dyshohet se ka kryer një vepër penale në vitin 2020, rasti i tij mund të jetë aktiv në sistemin gjyqësor deri në vitin 2050. Kjo zgjidhje ligjore sipas Abelard Tahirit, ish ministri i drejtësisë në kohën kur ishte miratuar ky kod, do të ndikonte në ngritjen e efikasitetit të sistemit të drejtësisë në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, gjë e cila nuk po vrehet. Ajo që është shumë e rëndësishme dhe që ka qenë vazhdimisht edhe që ju si media normalisht e keni përcjell, e keni vëzhgu nga afër çështjen e parashkrimit të landeve. Kjo ka qenë një problem në vete që tash sa vjet e përcjell Kosovën, pra si rezultat ndoshta i një menaxhimit jo shumë mirë, kemi pas shumë raste ku landet janë parashkruar. Dhe tash kemi rritje të afatet. Me kod të ri penal, vërtet do të jetë problem të parashkruhet sepse është arritje në afatet në mënyrë të ndjeshme. Për të gjitha lëndët që shuhen parashkrimin e tyre, po ato mund të jetë nëse për një vepër ka qenë 5 vite parashkrimi, tash mund të jetë 9 vite apo 10. Domethënë është dyfishuar në shumë të rasteve, dhe unë mendoj që kjo i ndihmon jashtëzakonisht shumë edhe gjyqësorit, edhe institucioneve tjera legjzbatuese që të jenë më efikas në luftë kundër krimit të organizuar dhe të korrupsionit. Çështje tjera që është shumë e rëndësishme po ashtu këtu 5 vite, 4 vite. Zgjatjen e afateve të parashkrimit, gjykatësit përveç që nuk e shohin si zgjidhje të dobishme, e shohin si të dëmshme në aspektin e respektimit të drejtave të njerëzit. Realisht unë konsideroj që ka qenë një temë gjithherë çështja e parashkrimit, edhe duke pa rrjedhën e ngjarjeve, respektivisht publikimet për shumë lanë parashkrime, konsideroj që mbi këtë logjikë edhe ligjvënësi, respektivisht Kuvendi i Kosovës me kodin e ri penal që ka hyrë në fuqi në vitin 2019, e ka pa të arsyeshme që me u rrit afatet e parashkrimit në mënyrë që mos me u parashkru rastet. Megjithatë, unë mund të thonë ndoshta një mendim vetëm personal në kuptimin profesional, që siç e theksova edhe më herët, unë institutin e parashkrimit e shoh si një institut të sigurisë juridike dhe mbi të gjithat një gjykimi të drejtë dhe në kohë të arsyeshëm. Unë pajtoj që për vepra penale më të rënda, po edhe për vepra penale specifike mund të ketë edhe rritje të afatit parashkrimit në mënyrë që kryesit e veprës penale domosdoshmërisht të dalin dhe të gjykohen lidhur me veprën penale që pretendohet që kanë kryer. Megjithatë, për vepra penale sipas kodit penal më të lehta ose ku parashihet dënimi me burgim deri në 1 vit, unë konsideroj që afatet e parashkrimit janë pak larta në kuptimin e sigurisë juridike dhe respektivisht për me arrit objektivat për një gjykim drejt dhe në kohë të arsyeshme. Unë mendoj që ne duhet të bëjmë përpjekje si shoqëni për të pru gjyqësorin në nivelet e dëshirueshme, qoftë me gjyqtar, qoftë me staf mbështetës, për të arritur gjykimet në kohë të arsyeshme dhe kjo kish me kontribu gjithë qashës. Po jo domosdoshmërisht me zgjatjen e afateve të parashkrimit, sepse një person nëse dyshohet për një vepër penale ku parashihet në dënim me burgim deri 1 vjet, është e të zgjatshme nëse ai mund të përballet me procedurë për një periudhë deri në 8 vite, siç e parasheh Kodi Penal i Republikës Kosovës. Derisa sipas politik bërësve zgjatja e afateve të parashkrimit ishte promovuar se do të rriste efikasitetin e gjyqësorit për gjykatësin Kreshnik Radoniqi, ky ndryshim përkundrazi po ndikon në ngritjen e numrit të lëndëve në gjyqësor. Unë personalisht nuk pajtohem atë. Është kry, por nuk pajtohem. Nëse ne s'kemi pas mundësi si sistem mi kry disa lëndë në afat caktuar, ka qenë problemi jonë, ose problemi i disa çështjeve ndoshta jo drejt për drejt lidhura me gjyqtar, po me sistem përgjithësi, por nuk mundemi adresu këtë me zgjatje të afateve. Instituti i parashkrimit e ka një arsye të saj. Do thotë, nuk mund ta gjykosh dikën për një vepër të dënueshme deri në 3 vjet,
mbas 15 viteve. Nuk e ka logjik. E ka edhe ndërhym pak edhe me të drejtat e njeriut. Çështja tjetër është disa vepra të veçanta, të rënda, për të cilat nuk mund të arrihet parashkrimi, por për disa vepra që keni parasysh rastin e një vepër të kanosjes, e dënueshme deri në 6 muaj, nuk do të parashkruhet deri pas 8 viteve. Kjo nuk e ka asnjë logjik. Mosgatishmërinë e sistemit mi kthy në zgjatje të afateve e që i bie në dëm të komunitetit, atëherë nuk mund të pajtu me këtë. Por është bë, duhet me respektu, kjo do ta bjerë gjykatën në gjykatat në përgjithësi në një situatë ku ka mrit numri i lëndëve. Nuk mundet me ra numri i lëndëve asnjëherë. Edhe po që se veprojmë shpejt, të gjitha veprimet do t'i ndërmarrin, ka raste kur personat aratisen dhe nuk janë të qasshëm nga organet e rendit edhe nuk mund të procedohet një landë. Hulumtuesja Rezniqi thotë se në sistemin e drejtësisë duhet të fuqizohen kapacitetet institucionale për të trajtuar rastet brenda afateve të arsyeshme. Sipas saj, mungesa e këtyre kapaciteteve nuk duhet të shkojë në dëm të sigurisë juridike të qytetarëve. Rreziku që të parashkruhen shumë raste të mëdha të korrupsionit edhe këtë vit është shumë i madh sipas Rezniqit. Ajo thotë se në tërësi sistemi i drejtësisë dhe në veçanti gjyqësori duhet të veprojë në përputhje me afatet ligjore për të mos lejuar vjetërsimin e këtyre lëndëve. Gjatë monitorimit sistematik të rasteve të korrupsionit, Instituti i Kosovës për Drejtësi ka gjetë 12 akuzuar për korrupsion, rastet e cilëve potencialisht mund parashkruhen si vjet, po edhe raste tjera që mund parashkruhen në vitin 2023. Dëmi i pretenduar prej prokurorisë në këto raste është 10 miliona euro. Prandaj që të shpëtohen këto raste prej arritjes parashkrimit, sistemi gjyqësor duhet me vepru me efikasitet shtumë dhe me kujdes maksimale profesional në mënyrë që këto raste mos mi pas fatin e shumë rasteve tjera që thjesht nuk kanë marrë përgjigje nga sistemi i drejtësisë për shkak të arritjes së afatit të parashkrimit. Fundit gjitha palët e përfshira në këto raste meritojnë me pas një gjykim drejt edhe jo thjesht pas shumë viteve të ballafaqimit me procese gjyqësore me marrë një akt gjykim refuzues për shkak se landa po vjetërsohet edhe realisht po mbetet përjetësisht e panjohur e vërteta në këto raste. Mënyra e trajtimit të rasteve të korrupsionit, sidomos vjetërsimi i lëndëve, ka ndikuar që qytetarët në Kosovë të humbin besimin në sistemin e drejtësisë. Qytetarët vazhdojnë të shprehen të pakënaqur me sistemin e drejtësisë. Në 3 vitet e fundit rezulton se kënaqëmëria e qytetarëve me sistemin e drejtësisë sillet prej 15 deri në 25%.